kjo mund të lërë pa fjalë. Vlem për këto shenja. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në shtëpinë tonë të yjeve. Nëse dëshironi të jeni gjithmonë të informuar mbi lëvizjet e planeteve dhe se si ato ndikojnë në jetën tuaj, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë Zëri i Universit. Gjithashtu, për t'i marrë parashikimet dhe videot tona përpara të gjithëve, ju ftoj të bashkoheni në kanalin tonë të WhatsApp. Linkun e bashkimit e gjeni fix poshtë kësaj videoje në përshkrim. Faleminderit që jeni pjesë e udhëtimit tonë drejt dritës dhe dijeve universale. Le të shohim se çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot. Ka momente që nuk i pret dhe pikërisht ato janë më të forta. Një situatë që dukej e qetë mund të ndryshojë papritur dhe të vendosë përballë diçkaje që nuk e kishe menduar. Nuk është gjithmonë diçka negative, por është aq e papritur sa të bën të ndalosh dhe të mendosh ndryshe. Një reagim, një fjalë apo një veprim nga dikush mund të ndryshojë mënyrën si e shikon një situatë. Ka njerëz që e përjetojnë këtë si tronditje dhe të tjerë që e shohin si një zgjim. Nëse e kupton këtë moment, mund të kuptosh edhe drejtimin që po merr gjithçka. Akrepi. Një situatë që lidhet me një person ose një informacion i papritur mund të vendosë përballë një momenti që nuk e kishe parashikuar. Një e vërtetë që del në pa ose një reagim që nuk përputhet me atë që prisje mund të lërë pa fjalë. Nuk është diçka që ndodh shpesh, por kur ndodh, ndryshon mënyrën si e sheh gjithçka. Nëse përpiqesh ta injorosh, mund të mbetesh në të njëjtin vend. Nëse e përballon dhe e analizon, mund të kuptosh që kjo është një mundësi për të parë realitetin më qartë. Një moment i tillë mund të jap një kuptim që nuk e kishe më parë. Binjakët. Një situatë që lidhet me komunikimin mund të sjellë një moment që të bën të ndalosh dhe të mendosh. Një mesazh ose një bisedë mund të marrë një drejtim që nuk e kishe imagjinuar dhe kjo mund të lërë pa reagim për një moment. Nuk është vetëm ajo që thuhet, por mënyra si të prek dhe si të bën të reflektosh. Nëse e kalon këtë moment si diçka të zakonshme, mund të humbasësh një kuptim më të thellë. Nëse ndalon dhe analizon, mund të kuptosh që ky është një moment që të shtyn të shohësh një situatë nga një kënd tjetër. Britsjapi. Një situatë që lidhet me një plan ose një përgjegjësi mund të ndryshojë papritur dhe të vendosë përballë një realiteti që nuk e kishe marrë parasysh. Një zhvillim i papritur mund të bëjë të ndjesh që duhet të rishikosh gjithçka që kishe menduar. Në fillim mund të duket si një pengesë, por nëse e analizon më thellë, mund të kuptosh që është një mundësi për të bërë një ndryshim më të mirë. Një moment i tillë mund të lërë pa fjalë, por edhe të jap një qartësi që nuk e kishe më parë. Peshqit. Një situatë që lidhet me ndjenjat mund të vendosë përballë një momenti që të prek më shumë nga sa mendon. Një reagim nga dikush ose një e vërtetë që del në sipërfaqe mund të bëjë të ndihesh i befasuar. Nuk është diçka që e kishe menduar, por është diçka që të bën të reflektosh. Nëse e injoron këtë moment, mund të mbetesh në një situatë që nuk ndryshon. Nëse e përballon dhe e kupton, mund të marrësh një vendim që të çon drejt një drejtimi më të qartë për veten. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën e vërteta nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.